Qeveria miratoi së fundmi ndryshimin e buxhetit në vitin 2025 përmes një akti normativ që synon rritjen e efikasitetit në përdorimin e fondeve publike dhe mbështetjen e prioriteteve ekonomike dhe sociale të vendit. Një nga ndërhyrjet më të rëndësishme të këtij akti është rritja e fondit për bonusin e pensionistëve nga 3.7 miliard lekë të parashikuar fillimisht në buxhetin e miratuar në 9.7 miliard lekë. Ky fond shpërndahet në bazë të vendimeve përkatëse të Këshillit të Ministrave dhe synon të përmirësojë mbështetjen për pensionistët dhe kategoritë në nevojë. Ndryshimet e miratuara nuk prekin parametrat makroekonomik të buxhetit, si të ardhurat, shpenzimet, deficiti apo borxhi publik, por ka një karakter duke rishpërndar fondet brenda strukturës ekzistuese. Ministria e Financave informoi sot se përmes këtij akti normativ parashikohet akomodimi një volumi të përgjithshëm për 21.8 miliard lekë për shpenzime korrente kapitale përmes rishpërndarjes së kursimeve dhe hapësirave të tjera fiskale me fokus mbështetjen e prioriteteve të qeverisë. Nga këto, vetëm investimet me financim të brendshëm rritën në terma neto me 7.97 miliard lekë për të garantuar vijimin e projekteve të rëndësishme në infrastrukturë, digitalizim e tjerë. Sipas Ministrisë së Financave, përmes këtij akti normativ parashikohet gjithashtu rritja me 12.1 miliard lekë të ardhurave të përgjithshme, nisur nga tejkalimi i të ardhurave tatimore, doganore, por edhe i atyre të kontributeve shoqërore. Një element i rëndësishëm për të theksuar është ulja e deficitit buxhetor në nivelin 61.6 miliard lekë ose 2.4% e miratuar në buxhetin fillestar 2025. Kjo ulje vjen kryesisht si rrjedhoi menaxhimit të mirë të borxhit publik, por edhe kushteve më të favorshme të financimit, ndërkohë që balanca primare targetohet neutrale, në përputhje me rregullat fiskale të ligjit organik të buxhetit, theksoi Ministria e Financave. Ministria e Financave do të vijojë të sigurojë konsolidimin fiskal, qëndrueshmërinë e financave publike si dhe stabilitetin makroekonomik në tërësi.